për të depozituar dy kërkesa në lidhje me dy ligje të cilat dukshëm po i bëjnë dëm interesit publik dhe atë dheut. Bëhet fjalë për ligjin për paketën e maleve dhe ligjin për investimet strategjike. Dy ligje mbi të cilat po justifikohet marrja dhe vjedhja e pronës së qytetarëve të këtij vendi, tashmë do të përballen me një proces për mbledhjen e 50.000 firmave për secilin prej ligjeve, për ta çuar vendin në një proces referendar, pra në një referendum kombëtar. Referuar në 150.1 të Kushtetutës, qytetarët me të drejtë firme, 50.000 prej tyre mund të kërkojnë mbajtjen e një referendumi, ndaj ne sot po depozitojmë kërkesat e grupit nismëtar të përbërë prej 12 personash, sipas ligjit, dhe në vazhdim do të paraqitemi në çdo rrugë, në çdo qytet, në çdo fshat, në çdo lagje të vendit dhe ftojmë qytetarët të na kontaktojnë për të bërë pjesë e këtij procesi, ta çojmë Shqipërinë që pas referendumit të Kushtetutës së vitit 98 për herë të parë në një referendum ku qytetarët të shprehen realisht çfarë mendojnë për këto dy ligje. Sa kohë do të kërkoni nga KQZ-ja për të mbledhur këto 50.000 firma? Keni një afat se për sa mund të mbledhni këto firma? Referuar gjithë kuadrit ton kushtetues dhe ligjor, procesi referendar për shkak të paracaktimeve që x muaj para zgjedhjeve dhe pas zgjedhjeve nuk mund të mbahet referendum, par dhe zgjedhjet që po vinë, i bie që nëse gjithçka do të shkojë në rregull, do të mbahet në vjeshën e vitit tjetër. Kështu që procesi mbledhjes së firmave do të jetë një proces gradual. Ne urojmë që firmat, jo 50.000 për çdo projekt ligj, në total janë 100.000 firma, me thënë drejtën, po ne mendojmë që do duhet të mblidhen shumë dhe qytetarët do duhet të angazhohen nga çdo cep i vendit. Kështu që ky është një proces që do të kalojë në këto faza kohore. Dhe i pyetjet dytë, ju keni një deputet në parlament, përse nuk keni marrë iniciativë nga parlamenti për të abroguar këto dy ligje që kërkoni të abrogohen me referendum? E para njerë, ne kemi një deputete në parlament e cila vetëm 3 ditë më parë ka depozituar një projekt ligj për heqjen e TVSH-s mbi produktet e shportës ushqimore. Sa i takon shfuqizimit të një ligji, kjo do duhet të bëhet referuar gjithë kuadrit ton kushtetues, bazuar në vullnetin popullor. Kjo është një çështje që lidhet me të gjithë popullsinë e Shqipërisë. Shikojeni çfarë po ndodh nga jugu në veri, nga lindja në perëndim. Në çdo rast, i gjithë konflikti bëhet mbi këto dy ligje, sepse janë të ndërtuara gabim. Nuk jemi që të mos ketë një ligj për investime të cilat kanë rëndësi për vendin, por mënyra si ky ligj është shkruar është një ligj i cili e dëmton pronën private, dëmton komunitetin, dëmton pronën publike pa asnjë logjik. Ndërkohë, ligji për paketën e maleve pastaj është 7501 i dytë, pra është ajo që ndodhi me 7501 është më e tmerrshme me këtë ligj që këta kanë përgatitur, e cila ja merr tokën shumicës dhe ja jep një pakicë për të prodhuar projeksionim vote për patronazhistët e pushtetit. Faleminderit. Si jeni mirë? Për ta protokolluar kërkesë. Faleminderit.